Mirë se vini në këtë analizë. Sot kemi një histori absolutisht magjepse për të trajtuar. Është fjalë për fjalë një nga ato tregime të lashta që, kur i lexojmë, na duket sikur janë shkruar fiks për titujt e lajmeve të mëngjesit të sotëm. Kemi të bëjmë me një bari të thjeshtë, krejtësisht të përullur, i cili del para një shoqërie tepër të pasur dhe i lëshon një kritik vërtet dërmuese. Ky është libri i Amosit, një tekst që godet rand idenë e asaj që e quajmë fe formale ose adhurim të zbrazët, dhe në vend kësaj bërtet për drejtësi shoqërore. Le ta zbulojmë së bashku se si ky zë kaq i veçantë arrin të na sfidojë edhe sot. Okej, le të zhytemi me njëherë në këtë temë dhe të shohim këtë kontrast ekstrem. Nga njëra anë, imagjinoni Izraelin e lashtë duke jetuar atë që mund ta quajmë pa frikë një epokë të artë, po flasim për një bum të vërtet ekonomik, luks kudo, prosperitet jashtëzakonshëm dhe një sistem fetar tepër formal dhe pompoz. Dhe pastaj, nga ana tjetër e ekuacionit kemi Amosin. Ai s'ishte as në një prift i lartë, as në një politikan me influencë. Fare, ishte thjesht një bari, një kultivues fiku. Një njeri i zakonshëm jashtë sistemit. Dhe pikërisht fakti që ai ishte një i jashtëm, një sinjalizues jashtë oborreve mbretërore, e bën zërin e tij aq të fuqishëm kundër elitës së asaj kohe. Seksioni i parë, konteksti historik i Amosis. Pra, për të kuptuar peshën e kësaj, duhet të shohim se çfarë po ndodhte në të vërtetë pas asaj fasadës vezulluese. Amosi vinte nga një qytet e vogël, Tekoa, kështu që si detyroi asgjë establishmentit. Ai e shihte shumë qartë kalbëzimin që ishte fshehur pas suksesit ekonomik. Në letër, ekonomia po fluturonte, pasuria në shtresat e larta ishte e paimagjinueshme. Por kjo ishte ndërtuar mbi një korrupsion të thellë dhe një shtypje brutale të varfërve. Njerëzit e thjeshtë po shfrytëzoheshin masivisht. Dhe e dini cila është pjesa më goditëse e gjithë kësaj? Kjo padrejtësi e madhe bashkëjetonte me një jetë fetare tejet aktive. Praktikisht, të pasurit shfrytëzonin të pafuqishmit ditën dhe pastaj bënin sakrifica të mëdha fetare sikur gjithçka të ishte në rregull. Seksioni i dytë, drejtësia mbi ritualet fetare. Këtu vim te thelbi i vërtet, konflikti i madh i këtij teksti. Kemi një përplasje ballore midis drejtësisë së vërtet dhe atyre ritualeve fetare që janë thjesht performuese. Elita atërshme jetonte në një lloj iluzioni. Ata vërtet besonin se duke ndjekur rregullat e ceremonive dhe festave, kishin bler një bilet sigurie me hyjnoren. Por Amos i ndërhyn dhe e shkatron plotësisht këtë iluzion. Ai thot troç, Perëndia s'impresionohet as pak nga festat apo adhurimi formal, ku shoqëria në vetvete është thellësisht e padrejtë. Është një deklaratë shumë radikale, e cila tregon se padrejtësi sociale në terren, të gjitha ato rituale nuk janë thjesht të zbrasta, por absolutisht pa asnjë vlerë dhe ofenduese. Dhe kjo na sjell te ky citat që, me të vërtet lëshenjë, le të rrjedh drejtësia si ujë dhe drejtësia si një lum i pandalshëm. S'ka fjalë më të fuqishme se këto, apo jo? Ky nuk është thjesht një krahasim i bukur, poetik, është vetë zemra absolute e mesazhit të Amosit. Është një kërkesë e palëkundur, eksaktësisht si një lum i rrëmbyeshëm që fshin çdo pengesë që i del përpara. Përgjatë gjithë tekstit, kjo ide mbetet spiranca e vërtetë e kritikës së tij. Seksioni i tretë, rreziku i pasurisë së padrejtë. Duke shkuar pak më thellë, shohim se Amosi godet specifikisht rreziqet e një pasurie që bazohet te shfrytëzimi. Ai s'përdor thjesht fjalë të mëdha të përgjithshme, por tregon me gisht problemet eksakte. Denoncon shfrytëzimin e atyre që janë në vështirësi. Flet për korrupsionin e pastër në treg, ata tregtar që luanin me peshat për të mashtruar e për të vjedhur njerëzit e thjeshtë, dhe pa diskutim abuzimin e hapur me pushtetin, gjykatasit që blieshin me ryshvet. Gjithë kjo tregon diçka të qartë. Sistemi hyjnor i sheh me detaje këto abuzime. Korrupsioni mund të fshihet nga njerëzit, por asnjëherë nuk kalon pa u vënë re nga lart. Dhe kjo ilustron në mënyrë të shkëlqyer një pikë kritike. Luksi ndërtuar mbi padrejtësi sjell vetëm një siguri krejtësisht rreme. Elita e asaj kohe flinte në shtretra fildishi, pinte verën më të mirë, duke u ndier fjalë për fjalë paprekshme. Por, të jetosh jetën e luksit duke e kthyer kokën në anën tjetër, kur bëhet fjalë për më të pambrojturit, do të thotë të jetosh në një fluskë të rrezikshme. Dhe fluskat, ato e kanë zakon të shpërthejnë. Pasuria nuk ofron asnjë mbrojtje reale kur themelet janë të kalbura nga padrejtësia. Seksioni i katërt, gjykimi dhe dita e Zotit. Tani, ajo çfarë është vërtet interesante rreth kësaj pike është përmbysja e plot e pritshmërive. Pas gjithë atij korrupsionit të rrënjosur thellë, pasoja pashmangshme teologjike është gjykimi. Në atë kohë, shoqëria priste me padurim këtë ditë të Zotit duke besuar se do të ishte një festë e madhe, një ditë drite dhe fitoreje mbi armiqt.
Por Amosi e ripërcakton plotësisht këtë ide. Ai paralajmëron se për ata që kanë shtypur më të dobtit, kjo s'do të jetë as pak një ditë drite, përkundrazi do të jetë një ditë llogaridhënie e errët. Është një ndryshim perspektive vërtet i ashpër. Por le të jemi të qartë këtu. Edhe pse tingëllon si një paralajmërim jashtëzakonisht i errët, qëllimi mbizotrues nuk është shkatërrimi. Ky është një detaj thelbësor që shpesh keq kuptohet. I gjithë ky mesazh plotpesh nga Amosi është në thelb një thirrje e dëshpëruar për t'u zgjuar. Është një thirrje fortë për t'u penduar, për t'u kthyer tek integriteti dhe për të rregulluar kursin e shoqërisë përpara se gjërat shkojnë në pikën e moskthimit. Seksioni i 5, mesazhi i Amosit për Zot. E dini, pyetja që lind natyshme është pse na intereson ne zëri i një bariu të lashtë sot? Përgjigjja është shumë e thjeshtë, sepse këto nuk janë thjesht probleme të pluhurosura të së shkuarës, janë betejë që po i luftojmë edhe sot. Çështje si pabarazia ekstreme ekonomike dhe padrejtësia sociale, ku hendeku mes atyre që kanë dhe atyre që s'kan bëhet gjithnjë më i madh, i sojmë ngado rreth nesh. Po ashtu edhe ajo që mund ta quajmë fe zbrazët apo moral performues. Ideja e të qenit publikisht i sakt, pa bërë absolutisht asgjë konkrete për të ndihmuar të marginalizuarit, është një paralele moderne thellësisht goditëse. Le të kalojmë më tej dhe të shohim se si kjo ndërton disa mësime shumë praktike për botën tonë sot. Kemi 4 pika kryesore këtu. Së pari, adhurimi apo morali dhe drejtësia thjesht nuk mund të shkëputen. Njëri patjetrin nuk funksionon. Së dyti, shoqëria mund ta injorojë atë që është i varfër, por sistemi hyjnor nuk injoron asnjëherë. Së treti, e thënë thjesht, pasuria ka nevojë për integritet transparent për të pasur ndonjë vlerë. Dhe së katërti, si një përmbledhje e fuqishme, besimi i vërtet duhet me patjetër të prodhojë ndryshime të prekshme dhe të drejta në shoqëri. S'është thjesht një bindje e brendshme, është veprim. Pas gjithë kësaj, pas paralajmërimeve për fluskën e rreme të luksit dhe nevojës ekstreme për veprime në vend të ritualeve boshe, kemi një pyetje të fundit për të menduar. Nëse i njëjti Zë, i drejt për drejt dhe i pa kompromis, do të vëzhgonte ekonomitë dhe strukturat tona sot, a do ta dëgjonte bota me të vërtet këtë mesazh apo do ta injoronim eksaktësisht si dikur? Është padyshim një nga ato mendime që ka jashtëzakonisht shumë peshë dhe që fton për një reflektim vërtet gjatë.